Këtu është horoskopi i enjte 25 dhjetor 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Mundohuni të mos e tërhiqni shumë fort fijen. Kushtojini vëmendje aspektit ligjor të situatave të caktuara. Pasioni mund të ndihej. Demi. Do të vini re një rritje të caktuar të lodhjes gjatë pasdites, më pas fillon një fazë e rimëkëmbjes në dashuri, pasoja ose prapambetje të mundshme. Kontrolloni personalisht dhe mos i besoni, dikush nuk ka qenë i drejtë me ju. Binjaket. Takimet të preferuara, udhëtime të këndshme. Nuk të mungon vendosmëria dhe vullneti, të kombinuara me dëshirën për të mahnisur dhe për të bërë që zëri ju të dëgjohet. Gaforja. Pasigurit margjinale, vëmendja për diskutimet në shtëpi. Kujdes në dashuri sepse çdo fjalë duhet të peshohet. Luani. Duhet të kapërceni një fazë nervozizmi që ju shoqëron. Do të keni një tendencë të lëkundeni për gjithçka, të theksoni harresën e partnerit tuaj. Virgjeresha. Kontrastet me anëtarët e familjes, ndonjëherë edhe me motrat përpara ose çështje teknike, ekonomike, realiteti është se tani ju mund të mbështeteni vetëm në veten tuaj, nuk ju pëlqen kjo. Peshorja. Situata ekonomike duhet të menaxhohet me kujdes. Sot ndjen mungesën e mbrojtjes së dikujt të cilit i ke dhënë shumë, por që në këto orë duket më larg. Akrepi. Boshti në vetvete. Shoqërohu me njerëz aktiv, dinamik. Shigjetari. Do të jetë e nevojshme të bëni gjithçka në një mënyrë të vendosur dhe nuk do të ishte keq të kërkoni këshilla nga një ekspert. Ju e dini mirë që shpirti juaj është gjithmonë shumë i shqetësuar, brenda jush emocionet janë të ndryshme dhe mund të ndryshojnë nga dita në ditë. Britsjapi. Këtu është një ditë që ju lejon të korni rezultatet e përpjekjeve që keni bërë deri tani dhe më e rëndësishmja, të shijoni dashurinë pa shumë mendime apo dhimbje koke. Ujori. Një formë fizike e lakmueshme dhe një humor i mirë ju shoqërojnë sot. Luani dhe Dashi janë shenja referimi. Peshqit. Një ditë në të cilën ndjeni një atmosferë harmonie pothuajse të përsosur rreth jush, të cilën e doni aq shumë. Në dashuri mund të bëni projekte të rëndësishme. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.